breshme. Kanë kaluar 26 vite prej kur ka përfunduar lufta e fundit në Kosovë, por që puna për të ruajtur atë që ka ndodhur, qoftë edhe pse e keqe, vazhdon pa ndalur asnjëherë në mënyrë që në memorien tonë kolektive njëherë e përgjithmonë të ruhet gjithçka, por edhe të dokumentohet edhe për gjeneratat e ardhshme. E gjithë kjo punë ka një person i cili është ndër më të rëndësishmit në këtë proces. Flasëm për njeriun i cili që nga pas lufta e tutje është i përfshirë në këtë proces në mënyrë që gjithçka të dokumentohet sa i përket krimeve të luftës në vendin tonë. E pikrisht, ky person është me ne sot në studio. Po flasim për Bekim Blakaj. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Përshëndetje Zvi Blakaj. Përshëndetje. Atë që të themi nuk ka arritur ta bëj institucionet e Kosovës, fondacioni bashkë me ju, ka arritur ndoshta pak a pak ta bëj punën që shteti nuk ka arritur mjaftueshëm ta bëj, duke ruajtur kështu dhe dokumentuar krimet të cilat ka kryer Serbia në Kosovë. Sa ka qenë, themi kështu, e lodhshme kjo punë? Në fakt shteti tashmë ka fillu disa nisma, edhe pse për mi pa rezultatet sigurisht që duhet kohë. Në fakt nuk isha thonë që është e lodhshme, normalisht që është punë që kërkon me të vërtet për kushtim të madh, dhe ne në fondin për drejtën humanitare, kur kemi fillu me dokumentu viktimat e krimeve të luftës, në fakt, në ato fillesa nuk është që e kemi ditë sakt se çka do të arrijmë këtë. Unë ju kom bashkangjitur fondit për drejtë humanitare në Kosovë në vitin 2000 tetor, edhe atëherë kemi qenë të fokusuar më shumë në intervistimin e familjarëve të personave të zhdukur. Kjo ishte më rëndësi për neve, sepse në atë botë mendonim që mund të ketë ende ndoshta njerëz cilët janë gjallë në burgje private, sekrete, apo në vende të mbajtjes të caktuara, dhe ishte shumë rëndësi për neve që t'i dokumentojmë zhdukjet, rrethonat në cilat ata persona janë zhduk. Tek ma vonë, dikon në vitin 2005, pas një planifikimi që kemi pas gjatë, kemi vendosur që ne duhet me dokumentu se cilin person i cili është vra apo zhduk gjatë luftës. E që atëherë ende jemi duke punuar në atë projektin që ne e quajmë Liber Kujtimi i Kosovës. Çka përfshin ky Liber Kujtimi i Kosovës? Çka është e dokumentuar deri tani dhe çka është duke punuar për të dokumentuar? Liber Kujtimi i Kosovës është një projekt unik i cili në fakt në esencë e ka dokumentimin e jetëve të humbura. Nuk është që ne kemi pas target dokumentimin e kriminalëve të luftës. Ideja ka qenë që me bëni një regjistër të sakt, sa më të sakt që është e mundshme për secilin person i cili është vra apo është zhduk gjatë luftës, po e kemi përfshirë edhe në periudhë pas lufte. Mirë po, gjatë kohës, gjatë punës në këtë projekt, ne sigurisht që kemi ardhur me raste dhe të dhënat mbi kryes të krimeve e kështu me radhë. Ideja është që mos milion personat e vramë dhe të zhdukun mu shëndru në disa numra edhe në disa statistika. Po, shoqënia jonë edhe për tej, mi kujtu ata, mi mbajt mend si njerëz, cilë e kanë pas një jetë, e kanë pas një familje, e kanë punu diçka, pra mi dokumentu që ato jetët njerëzore. Jo mi leju mu shëndru në statistika, se nëse ndodh ajo, atëherë numrat mund të manipulohen shumë letë. Ne e dim sa miliona persona janë vra gjatë holokaustit, mirë po kush janë ata persona? Pa kush din, në fakt, askush se din me hemër dhe me mbjemër gjitha ata persona. E përmendet që keni filluar punën për këtë dokumentim në vitin 2000 me intervistimin e familjarëve të zhdukurve. Po du të më kthy pak në këndin personale. Sa ka shkaktu themi edhe ngarkesë emocionale, cilat kanë qenë ndjesitë e para kur keni filluar që të intervistoni njerëz të cilët ndoshta edhe kanë pasur një shpresë se diku e kanë një familjar të tyre?
Sigurisht që ka qenë tepër e vështirë. Në atë kohë unë kam punu si ullumtues, si intervistues, pra me kolegë kemi shku në çdo fshat pothuajse të Kosovës, kemi bërë intervista me familjarë. Dhe mi ndëgju ato rrëfime ka qenë jashtëzakonisht të rëndë, edhe në asnjë moment askush as mund të pretendoj, në realitet nuk mund ndodhë që ta përfundosh orajin e punës a ditë pa marrë parasysh disa ora dhe të shkosh në shtëpi edhe të kesh kputje mos mendosh për atë. Mirë po, me kohë besoj që njeriu mësohet me jetu me këtë, mësohet sigurisht më bashkëndje, edhe mendoj që tani, jo veç për mua, por edhe për kolegët që punojnë këtë projekt, tani edhe motivin e marrim nga komunikimi me familjarët viktimave. Me të vërtetë unë nuk besoj që kishim mujt me qëndrun këtë punë nëse nuk na kish motiv puna që e bëjmë me familjarë. Sidomos, themi tash së vonë ne kemi fillu para disa viteve të merremi edhe me memorializim, të krijojmë ekspozita kështu me radhë dhe komunikimi me familjarë na ka forcë që të vazhdojmë me këtë. Edhe them kushtimisht nuk është e vështirë, mirë po duhet t'jesh i përgatitun që në çdo kohë, në çdo orë, në çdo periudhë të komunikosh me familjarët e viktimave. Po, Zoti Blakaj i tha që keni nisur qysh herët të mirën me çështjen e dokumentimit të krimeve të luftës, të intervistoni familjar. Po, cila ka qenë ndoshta themi historia që ju ka prekur më shumë, po edhe cila ka qenë historia e parë që ju e keni dëgju në terren nga një familjar që e ka dikën të zhdukur apo e ka dikën të humbur gjatë luftës? Mendoj se me secilin familjar, komunikimi me secilin familjar ta lën një histori. Janë pra me mija rrëfimet ndryshme dhe është shumë e vështirë tash unë që ta ndaj një, po themi një që ka pëmvije ndërmend tani është që unë e kam pas fatin e keq, them kushtimisht që për 2 ditë me radhë të monitoroj ekshumimet në Batajnicë në vitin 2002. Edhe më kujtohet që ndoshta 2-3 muaj ma heret kam qenë në teren dhe kam intervistu një nënë e cila ka shpresu që i biri saj është gjallë dikun. Edhe kishte shpresat shumë të forta, besonte me të vërtet. Dhe pastaj gjatë monitorimit të zhvarrimit në Batajnicë, ku ekspertët ishin të angazhuar nga Komisioni Ndërkombëtar për persona zhdukun, ICMP, dhe banin punën jashtëzakonisht mirë profesionale, pra kur e nxjerrin një trup, kishte edhe rroba, shifnin a ka ndonjë gjësend, gjindeshin edhe kuleta, ebesa dhe dokumenta personal, dhe unë mendoj që një ndër trupat që njënën prej atyre ditëve është nxjerrë ishte i biri asaj nënë, dhe ka qenë një shok për mua, edhe kam qenë situatë jashtëzakonisht të pa përshtatshme sepse nuk dija çka të veproja. A me kontaktu atë nënë, i tregu që kom po, apo jo. Fati ishte që në fakt pastaj identifikimi u bën shumë shpejt edhe pas disa muajve familjave që ka kuptuar që është gjetë trupi. A jeni bërë në një formë edhe shpresë për familjarët të cilët janë në kërkim ende për të pagjeturit? Po flasim sidomos në vitet e para të pas luftës, po besoj që secili njeri kur ju ka takuar ka pas një fije shpresë që ju do të ndërmjetësoni, do të punoni që t'i gjejnë të gjallë ata. Në fakt, ne edhe pse kemi fillu kisha thonë si pioner, me të vërtet nuk kemi pas shumë trajnime, nuk kemi pas fare trajnime, se si duhet bërë intervistat, mirë po një ndër parimet kryesore tona, dhe çdo tri që kemi rekrutu që të punoj si ullumtues, parimi kryesor ka qenë që në asnjë rrethon familjeve mos t'ju japim ndonjë shpresë, çfarë do të qoftë ajo. Shumë e rëndësishme, pjesa më e rëndësishme e intervistës në fakt ka qenë prezantimi
dhe mjë bo me dije të intervistuarve se ne jemi aty vetëm për mbledh informacione për me publiku një liber pastaj ma vonë, mbi rrethonat në cilat jenë vrap individ apo jenë zhduk, po në asnjë rrethon mju ofru ndonjë shpresë që ne mund të kontribuojmë. Sepse tek e fundit ne jemi organizatë jo qeveritare, nuk kemi mandat, sigurisht kurdo që kemi pas ndonjë informacion që ka mujt më shpije deri të informacioni mbi lokacionin në Varezave apo diçka, e kemi nda me autoritete, mirë po ja u kemi bo që në fillim me dije se na nuk mund të ndihmojmë. Sa kanë arritur këta persona që ta kuptojnë këtë pjesë që ju, ndoshta nuk do t'i gjeni ata, nuk jeni këtu për të dhënë shpresë se do të gjenden. Mendoj se shumica prej tyre e kanë kuptuar në mënyrë duhur dhe duhet mi falendru të gjithë ata. Ne kemi bo deri me tani mbi 20.000 intervista me familjarë të vrarëve, të zhdukurve, me dëshmitarë, okuljarë, apo të mbjetuar, dhe shumica dërmuese i kanë kuptuar, mirë po, normalisht ka pas individ cilët edhe është e natyrshme, kur shkon dikush me vizitu, më kërku informacione, kanë pas një pritje që ndoshta edhe mund t'ju ndihmojmë. Megjithatë, ne kemi tentu me të vërtet që t'jemi profesionistë, sidomos në këtë fushë, që mos të japim shpresa të treshme, themi ashtu, të paqëndrueshme, dhe me qenë se më përmend më herët edhe një rast, që është në fillim të punë se kemi kuptu se sa mund tjetë e dëmshme në fakt, edhe e dëmshme të njëjtën kohë nëse dikuj i ofron ndonjë shpresë të rame. Po, zdi blokaj, prej nga ideja që të mireni me një temë kaq të ndjeshme për Kosovën, qoftë në fillimet e pas luftës, po dhe tasht, nga ideja që të mireni me krimet e luftës në Kosovë? Kështu, organizata është themelu nga zonja Natasha Kandić. Po, është rrjetë ndërkombëtar, themi. Po, dhe e ka pas veç një ide organizata, edhe mandati organizatës kanë qenë drejtat e njeriut, mbrojtja e tyne, promovimi drejtave të njeriut, ndërsa unë personalisht gati aksidentalisht kam përfundu në këtë fush, sepse nuk vijas nga fusha e juridikut, mirë po në moment saktum, gjatë luftës dhunë kam qenë themi viktim, në fakt kam qenë i arrestuar nga forcat serbe dhe kam kaluar një kohë në burg, i akuzuar për përgatitje të veprës terrorizmit, dhe gjatë asaj periudhe Fondi për Drejtë Humanitare më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, duke me angazhuar edhe avokat e kështu me radhë, dhe kur jam liruar nga burgu në tetor të vitit 2000, kam marrë në Prishtinë, kam kuptuar se zonja Kandić është këtu dhe kam shkuar me falenderu për atë që ka bërë për mua dhe shokët e mi. Dhe pastaj pas një bisede shumë gjatë, ashtu në fund bisedës isha duke u larguar dhe më pyeti se a do punoja për Fondin për Drejtë Humanitare, dhe aty s'ka pas dilemë, do më thonë pa e ditë fare se çka do të punoj, sigurisht që kam pranuar me njëherë, dhe kjo ishte momenti kur unë ju kam bashkangjit, dhe asnjëherë se kom paramendu që do të mbetem aq gjatë në këtë fushë, po si që thash, komunikimi me familjar, nevoja për pas dokumentim. Po, sigurisht që po më ka jap motiv që më vazhdu në këtë fushë. Po, zotri Blakaj, sot ka ndryshuar ty si person, si karakter, kjo punë duke pas parasysh që edhe ngarkesa emocionale nuk është ndoshta e nivelit të ulët. Sigurisht që s'është e nivelit të ulët, unë mendoj që absolutisht jam pjek gjatë kësaj periudhe. Kam mësuar shumë për karakteret e njerëzve tjerë, për njerëz cilët kanë fuqi të jashtëzakonshme që ta përballojnë dhimbjen dhe ta shndrojnë atë në forcë për të vazhduar. Unë çdo në mënyrë periodike fascinohna me fuqinë e familjarëve të viktimave, të cilët kanë përjetu gjonat më të mërshme, kanë humbë gjithçka dhe kanë gjetë kurajon
kanë vazhdu jetën, kanë kontribu për shoqëri, kanë kontribu për tjerët, kjo është e jashtëzakonshme. Edhe gjithçka ndoshta që ndoshta për herë të parë po mbije rasti ta përmend, është jashtëzakonshme me pas se sepse ka paragjykime, unë menoj. Ka pas shumë paragjykime, po kam vrejt që njerëz që kanë shumica dërmuese për tyre, normal që ka përjashtime, po që kanë përjetu humbje në familje, në pronë, gjithçka, kanë tregu një kurajo të jashtëzakonshme për i vendosjen e marrëdhënieve. Nuk kanë urrëtie, nuk kanë as themi një nevojë për hakmarrje, kjo është e jashtëzakonshme dhe kjo gjithmonë nuk ka me. Nuk kanë nevojë gjithmonë flasin për hakmarrje ndaj Serbisë. Po pra, këtë isha duke thënë, ka... Jam pro ati proceset që kishte filluar dikur e vërteta dhe bashkimi? Pajtimi. Në vërtet, drejtësia tranzicionale është, theme, një disiplinë e cila mëson shoqëritë se si duhet të i kaluar të kalumen, po asnjëherë duke harruar. Në fakt, themeli i pajtimit në të ardhmen qëndron mute e vërteta. Nëse ne nuk e pranojmë vërtetën, nëse palët nuk e pranojnë vërtetën, atëra i procesi i pajtimit kur nuk do t'jetë i suksesshme. Pra themelet e një themi pajtimit ose një tardhmet qëndrueshme paqësore qëndron te e vërteta. Sepse nëse harrohet e sidomos nëse mohohet e vërteta, atëherë gjithmonë do të ketë potencial në të ardhmen për mu përsërit qaj cikli i dhunës. Që i bie që këto familje, këta persona nuk duan hakmarrje, por duan zgjidhje të çështjeve, e sidomos fatit të ata duhet, po, ju keni shumë të drejtë, ata duhet kanë nevojë në fakt mu pranu si viktima. Në thonë, mu njohë si viktima, jo mu mohu. Nëse mohon, ajo është një viktimizim i dytë dhe i tyne. Normalisht që janë mekanizma tjerë, normalisht që kanë nevojë për drejtësi, për reparacione ose dëmshpërblime, mirë po themeli që ndronë të pranimi i tyre, të pranimi i së vërtetës. Po, një padi për gjenocid, cila është përmendur që do bëhet, nuk e di nëse ka themi hapa konkret karshi kësaj çështje nga institucionet e Kosovës, mirë po një padin për gjenocid, a do të mund ndoshta ti qetësonte këto familje ku kanë të vrarë, por edhe të zhdukur shumë familjarë të tyre? Mendoj që drejtësia për ta është shumë e rëndësishme në çfarëdo forme, jo domosdoshmërisht nëse paditet Serbia për gjenocid. Është e rëndësishme që ata që ju kanë shkaktuar dhimbje, ata që kanë kryer krimet ndaj tyre, të dihen, të identifikohen dhe të nxirren para drejtësisë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sa i përket padisë për gjenocid, ajo ndoshta do të ishte shumë nëse do fitohej hipotetikisht, do të ishte e rëndësishme për kolektiv, për shoqërinë, për përgjithësi dhe për shtet. Mirë po, për individ mendoj që sigurisht që do ndikonte në një shkollë, mirë po, dënimi i kryerësve të drejtë për drejtë, përgjegjësve për qatë krem ndaj tyne do ja u lehtëson të jetën, sigurisht. Zotëri Blahaj, në këtë periudhën e pas luftës kemi parë që vendi jonë ka kaluar për disa procese, por edhe procese të cilat e kanë prekur edhe këtë pjesën e krimeve të luftës, në rrafshin individual, në rrafshin e perceptimit individual, cila ka qenë ndoshta një ndër proceset që ty të kanë ndikuar emocionalisht më së shumti? Mendoj që me qenë se ne i monitorojmë gjykimet për krime lufte, mendoj që Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi apo gjykata e Hagës që si e njohim ka qenë shumë e rëndësishëm. Nuk e di se sa kuptohet gjithësisht rëndësia e proceseve gjyqësore para Tribunalit Hagës. Ne sigurisht nuk jemi të kënaqur, as viktimat nuk janë të kënaqur, mirë po para Tribunalit Hagës është procesuar një aparat shtetëror i Serbisë, duke përfshi
Presidentin duke përfshi ministra, general të lartë, zëvendës ministra e kështu me radhë. Dhe më thonë, një aparat shtetëror është procesu. Edhe ne kemi përdorim arkiven e Tribunalit të Hagës gjithashtu për krijimin e themi ekspozitave multimediale. Një ndër to ka qenë në bashkëpunim me një agjencion nga Serbia, dhe ai ka qenë sense, është quajtur, me qenë se ata i kanë monitoru dhe i kanë pas këtë video ingjizimet e proceseve gjyqësore. Është kriju një ekspozit që quhet Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugoslavi, rasti i Kosovës, ku janë një nën filma të shkur dokumentar tematik, si ka ndodhur lufta, të cilat kanë qenë pasojat, vrasjet masive, do më thonë fushata e largimit, vrasjet masive, mirë po një ndër to quhet no corpse, no crime, që do të thotë s'ka trup, s'ka krim. Kjo ka qenë motoja e pushtetit serb që t'i bartë trupat e shqiptarëve të vrarë nga Kosova në Serbi të varrosën në përvarreza masive. Është jashtëzakonshme se si Tribunali i Hagës në rastin kundër Miloševićit, kundër Đorđevićit dhe kundër Shanjovićit dhe tjerëve e ka dokumentuar në mënyrë të jashtëzakonshme qatë bartjen e trupave nga Kosova në Serbi dhe si pasojë edhe tani ne kemi mbi apo rreth 1600 persona të cilët janë zhdukur. Po, pyetje ndoshta e fundit, sa themi ka qenë e drejtësia ndërkombëtare karshi luftës në Kosovë? Ne ende kemi udhëheqës të ushtrisë lirimtare të cilët po vazhdojnë që të gjykohen për krimet e luftës në Kosovë, duke pasur parasysh që këta nuk janë të vetmit, para tyre kanë qenë edhe të tjerë, të cilët janë shpallur të pafajshëm. Mirë po, sa ka qenë e barabartë drejtësia ndërkombëtare karshi thirrjes së përgjegjësisë ndaj asaj çfarë ka ndodhur në Kosovë, duke ditur që botërisht Kosova, shqiptarët në këtë rast, janë viktima të luftës që ka bërë Serbia në Kosovë. Gjyqësia ndërkombëtare, Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi ka bërë qartë në statutin e vet, pra në dokumentin bazë të vet se do merret vetëm me përgjegjës kryesor. Asnjëherë nuk ka qenë qëllimi i tyre apo mandati i tyre që ti dënojnë gjithë ata që kanë kryer krime. Prandaj Tribunali i Hagës i ka pas veç këto procese gjyqësore, tjerat ja u kalon gjyqësoreve vendore, qoftë në Bosnë, në Kroaci, në Serbi apo në Kosovë, që ti bëjnë këto, pra ti ndjekin penalisht ata që kanë kryer krime lufte. Ndërsa këtë që përmend dhomat e specializume është një gjykat ad hoc themi, e cila ka rrjedh pas raportit të senatorit Zvestran Dikmarti Tashingjir, edhe aty ka pas pretendime për krime monstruoze, realisht, edhe komuniteti ndërkombëtar nuk e kalon pa u hetuar ai rast. Normalisht mund të jetë politizuar gjatë rrugës. Një ndër problemet të cilat disa ekspertë kanë sekë që me kohë ka qenë që ai raport si duket atë botë nuk është marrë shumë seriozisht nga institucionet e atëhershme të Kosovës, e kanë injoruar pak a shumë dhe pastaj si pasojë ka qenë krimi i kësaj gjykate. Po të ishin investiguar në Kosovë ato pretendime cilat kanë qenë subjekt i raportit Dikmartit, ndoshta nuk do të kishte ndodhur kjo gjykat, mirë po tash jemi në një situatë krejt tjetër. Zoti Blakaj, faleminderit shumë për kohën dhe gjithë këtë diskutim që patëm sot në studio. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit shumë që ishit në këtë rrëfim. Ishim me zotrin Bekim Blakaj, i cili me të cilën faktikisht biseduan sa i përket punës së tij në kuadër të fondit